Hiqni qimet e sqetullave përgjithmonë me këtë recetë dhe do befastoheni. A ju rriten qimet e nën sqetullave shpejt ose keni vështirësi për t'i larguar ato? Ju mund të përdorni metodën me limon dhe sheqer. Kjo metodë e depilimit është e thjeshtë dhe shumë efektive. Përzieni 2 lugë gjelle lëng limoni dhe 1 lugë gjelle sheqer duke krijuar kështu një pastë. Aplikojeni këtë pastë në nën sqetullat tuaja dhe lëreni ato të veprojë për disa minuta. Më pas pastrojeni me një leckë të pastër. Përsëriteni këtë metodë 2 herë në javë. Qimet e nën sqetullave tuaja do të largohen dhe do të paksohen se cilën herë që e përdorni këtë metodë. Metoda e dytë është ajo me vezë dhe miell mistri. Përzini një vezë dhe gjysmë filxhani miell mistri duke krijuar kështu një pastë të njëtrajtshme. Vendoseni këtë pastë në nën sqetullat tuaja dhe lëreni të thahet dhe më pas pastrojeni atë me ujë të vakët.